Dhe misër, si vjen skuadra para ndeshjes me Partizanin? Tani prap java tjetër apo nesër kemi prap një derbi, sepse ishte derbi Ignatia, Dinamo, tani prap një derbi fort. Nesër ne jemi kundër Partizani, një skuadra shumë agresiv, një skuadra vërpon shumë, edhe jam sigur edhe nesër të shkojë një ndeshje shumë interesant edhe shumë fort. Ne jemi gati, situata ishte mirë, edhe do presim nesër në ndeshje. Si duket afrimi më i ri, Boje, ka pak ditë në skuadër, do t'jetë gati? Po, ai është vetëm 2 ditë me ne, 2 ditë në fushë, domethënë ai është me ne 4 ditë, por ishte to medical test, gjithë, domethënë 2 ditë fundit ishte me ne në fushë, është shumë e pak, por ai tregoi cilësi, domethënë ka cilësi, është një lojtar interesant, por do presim edhe pak, por deri tani ne jemi kënaqur, por do flasim pak më shumë, kemi nevojë edhe për pak kohë. A e shihni Partizanin rival direkt për Final Four apo janë shumë brapa në pikë? Për ne është çdo kundërshtar ka vlerë, edhe neve vlerësojmë çdo kundërshtar. Nuk kemi mendoj fare për Final Four apo për gjëra të tjera, ne kemi mendoj vetëm si do luajmë mirë, kush është përballë ne, nesër është Partizani me një respekt madh, por ne jemi Elbasani edhe neve vetëm mendoj për pikat. Si do luajmë në fushë, si do luftojmë, edhe kemi një detyrë apo detyrim. Gjithmonë do bëjmë maksimumi për fanela Elbasani. Kjo është detyra jonë. Vllaznia dhe Ignatia luajnë një ditë më pas. Nëse fitoni, jeni në krye për 24 orë. Po e mendoni? Prap të them drejt, jo. Prap neve vetëm mendoj për java tjetër, domethënë për nesër më fal, mendoj për Partizani, si do bëjmë maksimumi, kjo është mendimi jon, mendimi i stafi, mendimi të lojtarët. Pastaj mund të flasim pak më shumë.